Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Allsat M. Si çdo javë, përsëri jena rikthyme podcastin e radhës, ku edhe këtë javë kena mysafir special. Këtë herë, kur tham special, është një mes special, se bëhet fjalë për një person i cili me krejt vështirësitë e veta që i ka, tenton dhe mundohet me bëhet gjëra të mira me vlerë për shoqërinë tonë. E kush tjetër përpos Burhan Bekteshit, poet nga Shkupi. Burhan, mirë se erdhe. Mirë se ju vjeta, faleminderit për ftesën dhe faleminderit për këtë prezantim. Po e meriton. Faleminderit. Në njif mu kështu paka shumë, po nuk ka që unë të abona qefin, do më thonë këto fjallë një me kanor pi veprimtarisë tonë që e gjibruar. Faleminderit shumë, ndina i nderum dhe i respektum prej teje, që më ke bë këtë ftesë, më ke dhënë këtë mundësi për më konë këtu. Sa do pak për me shpalos veprimtarin time për audiencën e gjonë Shkupit. Krasi është e jonë, Burhan. Para se me hite veprimtarit që i ki bo, poezit, shkrimet, liber ki botu, du të nalla veç blic të një temë që ke kone fundit aktuale. Me sa e di para do kohë ndodhe një farloj i incidenti, me thonë, me autobusin, ku si pas videove që i pash në rrjetet sociale, dhe me thonë shoferi i autobusit nuk t'la me hyp në autobus. Pa. Për çfarë arsye? Nuk e di. Menova që u harru kjo temë, po... Jo, nuk do të me harru qatë shkolla. Normal që nuk do të me harru, po... Pikapor më bjen mirë që... Falenderoj Zotin që ma ka jap guximin për me fol për një send keq, që i shkon prezent në shoqërinë tonë, po na nuk e ishme i vrejtë. Po foli personal për veti unë nuk është që e kom përdor aq shumë autobusin. Se s'kom pas nevojë. Po prej momentit kur fillova me punë, më dauke me përdor çdo ditë. Edhe vështirësitë e atimve shokëve që i kishim pas, domethënë ata që janë karrotë invalidore, ato nuk e kanë tregu. Arsyet nuk e di pse s'kanë reagu. Po kur unë e publikova, domethënë rastin, fillova me shkum punë, 2-3 herë unë morë shoferi, po e pashë s'po ka qep. Pastaj filloj të më ignoru, të më thonë mos më afro nga të autobusit, nuk kam më të morë ma. Edhe ju afrova një jetë tash nderum, tash nëse vazhdon kështu tash unë e kam e publiku këtë rast. Publikat faliresht tha mu së më interesan. Po. Mendimi ati, mendoj unë tash, a i ka mendu se jo tash, zotin Polt, nuk pe tham prej me një masijës. Po a i ka mendu që është veç një njeri në karrotë, edhe... Pa ndikim. Po, pa ndikim, falimderit. Nëse e publikon, kur gjon po në këti e shuin 3-4 vejta që te, edhe hajt, kur gjo kërkuj. Po, a i s'm ka njoft. Kur unë e publikova rastin, elhamdulillah, fillun pika par prej Alsati ka fillu i pari që e ka bon të madhe këtë punë, në me thonë gazetari Apni Tahiri, pastaj fillun portalet, krejt meren, qytetartë, u bo e madhe kjo punë. Kur masandej më kishë dërgu edhe fjallë prej një personit, i thu për hanit të lutna që ta hek ankesën që e ka bon Facebook se nuk e përsëriti ma. Ajo po shqiptar? Qysh? Shqiptar? Po shqiptar. Shqiptari të panës. Edhe, që kjo mu më ka djekë mas shumë, po për kundra dhe, me plot keqardhje e tham, Macedoni si Macedon, kur më ka raste, kur ka qëllu shoferi Macedon, unë alë më ka morë, e ka qele rampën, edhe e respekton me një fjallë vendin e punës ku punon. Kurse këto të unë, para se me folë unë e jo. Kurse tash, shiqer prej Zotit kam shok që po më tregojnë, kerate po na morin edhe neve këtë autobus dhe po na merë tash dhe po thojnë që po tuk një shumë po na publikoni edhe jo po na qëtë një në Facebook ose në televizion. Në me thonë një bon një far zo thirës për ato padrejtësit që janë bo që para te ndështë edhe si ka ditë kërkosh. Kalzaj drejt, do me thonë rast jo të raun e kuptova që do me thonë janë bo këto farë keq trajtime, me thonë. Po unë e kam tregova, më kanë tregu shumë shok që gjatë verës i kanë lanë, një shok më tregoj, tha më ka lanë Tharaj, shoferi i autobusit.
Po. Paramenon atë në 10. E kom prit ta 1 orë tepër deri sa ka ardhur autobusi tjetër. Paramenon mos me pas mora asaj. Po mirë, Burhan, pse mendon që bëhet kjo kështu? Për çfarë arsye? Për shë zotin vëlla nuk e di. Nuk e di asone. Me thonë që kemi hip në shpinë shoferit me të majt ai det në stacion, thot, po autobusi ma. Nuk pe di çka më thon, po kur nuk funksionon shteti, kështu është. Gjyshi emra me shpijet e i post dhe ke nëse krit është i smut, ke i trupi është i smut. Po. Tash, besoj që e kuptu shka po du me thonë. Shumë qartë ke. E tash janë qetësu situatat, a janë marrë masat, që ka dasht? Tash është mirë që prej zotit, bële më rara, se një ditë se mo, tash po të me kombi që prej zotit, jo se për ja e kish pas këtë, që vjen kombi të shpia të merë dhe dërgon punë. Po. Ama kjo do të me cek që është vetëm për këto për këtë personat me nevoja të veçanta. Po, me nevoja. Se ne kush e thirr, thot atë mbledh krija e cmerum. Ja, për ata jo. Vetëm për neve me nevoja të veçanta. E një ditë më rara ofte për me prit autobusin, që do i njëti shofer, e merr mirë që ish mushmen, nuk e heci autobusin pa i pone. Po të pakta na tham falve se jo, kështu së më puli heq, po të regoj drejt, po kryesorja e kriti obligimi që do të me kri. Kështu që elhamdulillah që ka arrit zonë jem ati ku do të më arrit, edhe shumë shoferë atjerë janë mushmen tash sebeb këti rasti. Edhe i falemderoj krejt ata që e kanë shpërnda, nuk për janë isi me emna, se nështë muna me arru t'i kanë, po krejt falemderit që më keni mbashtet në këtë loj. Me rëndësi, u pas kam mbyll me të mirë, kjo muhabet edhe tash besoj që keni me pas ma letë edhe. Inshallah së më shëritet më. Me përëthime, inshallah. Burhan, në të njohëmi si poet, a mundush me na kallëzu fillimisht kur ke fillu edhe çka të boni arsyeja që më janis me shkruajt poezi, fraza, më marrë me këto farloj shkrimet? Aludin, ti e pak më i vjetër se unë edhe e mon men atë kohën e kompjutera kur ka qenë. Do më thonë, ku telefona ka pas dikush, po jo si kur tash që ka çdo kush. Edhe isha në YouTube ati të këshire rasisht, edhe më del një dokumentar ati 7 qiet dhe 7 ditët e namazit. Kur putëm ati, e shikoj autor Fatmiri Mungia. Edhe filloj e këshiri. E shikoj me vëmendje, dhe me thonë dikon ka qenë ora 2-3 natës. Mos ga bufra. E shikoj me vëmendje dhe hëtë shumë ka inspiruaj dokumentar. Në më thonë është dokumentar poetik, ku jo si gjërej se cilët edhe tash me hi me pose merë shumë mësime prej ati dokumentari. Edhe fillohë unë atëherë Fatmiri nuk e njofsha. E lypin Facebook, e shikoj shkruan. Vargjet fejla më thonë drejten. Në më thonë që atë shumë do të me pas ka gjatë trumë për me i kuptu. Edhe pse tashën edhe pse kom fillu edhe që 10 vite gati, halo shumicën e vargjëve të Fatmirit nuk muj me i kuptu se çka ka desh me thonë. Vetëm një shpjegim për publikun, do më thonë Fatmir Muja është një shkrimtar i cili ka bo shumë vepra të veta, do më thonë edhe ka shkrujt edhe shumë ilahije, me sa e di. Ka shkrujt ilahi, ka shkrujt. Edhe është një poet shumë i mirë në kohën tonë, me thonë. A është poeti më i madh lirisht, me thonë që e kena pa keq kuptime, Ismail Kadareja e këto krejt janë. Po që atë ceka në kohën tonë? Po, në kohën tonë, sidomos është autori, për ato që së dinë, është autori i këngës Moretren, nga shkrijet e Beluli. Po. E shumë hitë tjera mos t'ja nisi tash me i përmen. Fatmiri është legjendë gjallë me ndojon për punën e poezisë, e vargjëve, këngëve, ilahive. E kështu, fillova me shkru kapak. Unë e kom thonë gjithmonë se e pranoj këtë rast se gjithmonë mundona me vjedhë Fatmirin, do më thonë mundona më konë kopja e Fatmirit. Edhe pse tash kam fillu shumica më thojnë, po shkon rrimbës Fatmirit, bravo që po mund është me shku në atë fellësi të vargu, do më thonë që bën Fatmiri, edhe elhamdulillah këtë fjallë nuk më kanë thonë njerëz të fjeshtë, po më kanë thonë disa aktorë që kanë punu me Fatmirin, si që është Adem Karaga, aktori jonë i madhë,
cilën e përshëndes shumë, është edhe një kraj imi që ka qenë gjithmonë afër meje kur kom pas nevojë. Arsim Fazlia, Ermir Hoxha, e plot aktorë tjerë, njerëz profesionistë apo mendojnë këtë punë që mi kanë thonë këto fjalë. E shqyqero Zot, faleminderit që sa do pak që jam mundu me hi në rrimën e Fatmirit. Edhe pse gjithmonë se cili shpirt e ka dhimbtën e vet apo kupton edhe Fatmiri ka filozofit e veta, i ka mendimet e veta. Fatmir nuk mund më bë kërkosh, sepse është Zoti i Fatmir e ka fal. Po tash, nëse mundohemi me përngja pak, shpresoj që nuk është keq. Patjetër. Edhe fillova aty me shkru. Me ton drejtën në moshën 13 vjeçare jam mësu me shkru e me lezu, thënë s'kam as shkollë të krime. Por do me thonë kjo, pastaj fillova me shkru e me lezu, motra me mësoj shkronjat, sepse ishte kohë e lutët dhe pak gjendja ime s'kishim mundësi për me shku në shkollë. Po, elhamdulillah sot jemi ku jemi dhe më pëlqen shumë ajo fjala disa njerëz që më thonë ja po eti pa shkollë. Është një fjalë shumë e mirë dhe mu më pëlqen, sepse është dhuratë e madhe e Zotit që jo çdo kush mund Zoti ja ka dhënë, jo çdo kujt Zoti ja ka dhënë këta. Elhamdulillah, pa shkollë, pa kurrë, me arrit, me shkru, me lexu, edhe me plot krenari e tham që kum bë dhe shumë zemra për vete. Sidomos kur është fjala për dëshmort. Aty do dalmi pas pak. Me qenë ata është të fillimi, se ki fillu karierën, do më thonë, poetike, mu më intereson e sen, prej krejt shkrimeve që ka ke shkrujt, cilën e dallon mas shumë ti? Apo mi ndasim i vraja? Për një me është mi ndasim i vraja, po ma dallumën, i kam 2 monologe, ose faktikisht 3. Është projekti po nisëm, ku e kom bën, do me thonë, një përshkrim tjetës temë, do me thonë një personit ku është në karrocë invalidore edhe udhëtimin drejt botës arshme. Është një projekt që mundi me gjejt në YouTube kush ka dëshirë, po. Pastaj është projekti i dytë drejt shtëpisë së lashtë. Është malli për qabën, për xhaminë e pejgamberit alayhis salam. Edhe për ato vene të shejta, më shkurt e shqip, ku e ka bëjë interpretimin e kësaj poezie Adem Karaga. Edhe projekti tretë është projekti Baconerda, për Adem Jasharin dhe krejt familjen e Jasharve. Dhe me thonë, këto 3 projekte janë dallume prej anës tem, dhe me thonë që edhe vetë i shtjoj, i ngaj, edhe më thonë drejtën ka njëherë, se vlerëden kjo është një punë, ai që shkruan e den. Kur të fillon me shkru, ti nuk e den çka je tu bë. Se fillohesh në botë. Pastaj kur e ndalon poezien, edhe e këshill thotë jo, a unë e kum shkruar çta. Po shoh Zotin e vlerëden s'ki rën drejt shtëpisë së lafsh kur e kum shkruar. Kur u kfilla, e këshill thotë a e kum shkruar marrone çta. Nuk e din çka je tu bë, po kupton se hin atë botë. Hin atë botë, domethënë. Edhe kur e këshirin shkrema, kështu më do ke qenë se kum shkruane. Po kur e lexoj Ademi pastaj. Atë thash jo, pas ka shans, ata shonë me shkru këta. Është diçka, për një me është një dhuratë, një dhunti shumë e madhe prej Zotit. Kështu që elhamdulillah që ma ka dhënë. Po mirë, këto shkrimet kur i bën. Për shembull që me sa di unë shkruan edhe për kur ka kërkesa ndaj kush shkruan edhe për tjetër kanë. Po. Po si ja bën për shembull me inspirimin, ç'shosh puna e inspirimit, domethënë. Se një poet duhet pak më koni inspirun për me shkrujt. Fjallët nuk vinë që ati për që ati. Jo, se ajo s'ka shonë, ta shemëll ka pas një rast kur një djallë më thiri, ta më ka dek nëna. Më tregoj historinë me nënën e vetë. Me të vërtet kishë një rast shumë i dhimshëm, se nënë të keq që s'ka. Qashtë? Po thot e kam për shpejti, se 3 ditë edhe i pak në këtë keq që më ka thirë, se 3 ditë para për vjetorit vdekjes nënës. Dhe shko thash ka mu mundu me bon, po thash fjallë nuk t'japë.
I jep tanë natën beso kom nejtë. Se mu isha me shku, se është kohë kur fjallët dvinë në sekund, dvinë ose nuk dvinë. Aty është problemi, se dikush thot ke ka letë, vetëm me kap letrën edhe e shkruan, nuk është edhe aq e lehtë. Se për me i lidh fjallët, si do më vazhdosh me bo me rim, me i rimu. Qa është? Vargi do të më konë, jo veç hajt për baj, se veç hajt unë t'i shkryj 200-300 poezia në ditë, po për me bo që shdo të merko. Po ku deshti zoti, 3-4 orë, para se më bo, në më thonë për vjetori, me ardhën fjallët. Djeni sperimi edhe, për 10 minuta 15 e shkrujta komplet dhe ja dërgova. Në për shkrimet e tua, bile tash e ke botu edhe librin, një dekadë me dëshmort, dhe më thonë, ta në kohën i adresosh luftës, ushtarëve, personave që kanë pru lirin, qka është lidhshmëria jote ka shumë me historinë e luftës? Është një temë që unë emocionona shumë kur të foli për këta. Se thojnë, para prej darë dhe nuk e din kërkush. Qashtë? Unë dajen e kum pas ushtarë, dhe me thonë koshare, ka luftu kra për kra me Agim Ramadanin, Katanën. Komandant Katanën. Po. Djallin e halës Zekria Hasanin më ka ra dëshmur në Razfin. Dhe me thonë atijas ku pëmë s'kimi mujtë mja po. Se ka rogë granata. Po dhe heq këto mos të kishin qenë. Mjaftën që e kemi familin Jashari. Dhe me thonë është një dëshmi e gjallë. Qka kemi pagu na për me arë në këtë ditë. Unë e kujtoj fjalën e gjyshit tem, dhe me thonë bablokit, ku më ka të regu që vetëm se ka full shqip në bitë pazar, ja ka full shpull polici Maqedan, vetëm se e ka nitu full shqip. E prej ka neve na erdhi kjo diri, prej këti gjakët. Dhe me thonë kjo sakrifit ka orë që sa na lirë është unë ato që e kam pas që më kam përtjellë, qyteti i lash projekti jemë, ku e kumbo për krejt troje shqiptare. Edhe unë e kumbo. Kemi dalë te ura gorit me te isha komtare, kemi morë buferin e madhe, kemi shlu shotën, kemi lujt në shesht Macedon dhe i ka këtësi shotën baltartë. Prej kakja, prej këti gjaku, do me thonë prej gjakut Zekriajt, prej gjakut Telit, prej gjakut Harun Alijat, prej gjakut Jasharve, Luana Radina i muj krasni që mos t'ja nisimi formejnë me ren, se nëse sabaj këto. Edhe kjo më dhe mu mas shumë ti e kësha bon një thirje, sidomos të prind të Shkupit, Maqedonisë, ju lutë në sa ma shumë që fëmijëve t'jufë, me ju të regu gjanat që shaka ndodhë. Halodin, nuk ka sen maram për mu, po besoj edhe për kada, jo veç për mu, që e donë këtë këmpë, e donë këtë atë dhej. Nuk ka sen ma keq se me arë, me i thonë thmi, nuk do të me i thonë thmi, se 15 vjetë nuk është thmi. Me arë më të asha Adem Jasharin, me arë më të asha gjakën e dëshmorve. Mu më ka ndodhë, 2-3 herë më ka ndodhë ku ma kanë sha Adem Jasharin para syve. Kjo është sen i keq Halodin. Kisha bo thire të kejtë prenderit, që më ju mësu atë dhe i dashurien. Kemi edhe në Kosovë, kësi rastë dhe me thonë që nuk e din historien, po në Shkup është ma shumë. Unë e kum vrejt me keqardhja e thamë. Rinia e Shkupit nuk është ka atë dhe i dashuria shumë. Po ku më ndonë që është problemi të prinderit që unë mendoj se është e prindit. Edukat? Elhamdulillah prej Zotit i kam 4 fëmijë. Nëse unë fëmijës tem nuk ja tregoj historien, unë qikën tem 4 vjetë, e kum morë, e kum qu më prekas, se 4 vjetë ajo den, e kum qu më prekas të vorë i Ademit, edhe ja kum tregu, gati gjdo vit i qoj fëmijën më prekas. Ja u tregoj që prej ku ka orë kjo liri.
Nuk është puna vetëm s'po dija ç'ish më thonë. Fëmijën do të më mësu, sepse ai nuk e den. Askush s'ka lindi ditur. Ç'është? Po do të me kap fëmijën, më ja tregu historinë. Okej, nëse s'ki mundësi me çu prekaz ose pa më parasysh shku. Mund është me çu në Slupçan. Kemi varriza dëshmorëve edhe në Shkup. Ç'është? Në Slupçan të Jakub Pasipit e krejt. Me qëra fjalla për Jakubin, a ki nej fraza po varg që ja ki kushtu? Po e kam një projekt për Jakub Pasipin, hoxha jonë thirët. Që ta se pas në po, fal. Ja s'ka lidhe. Se kam shumë për me 35 monologe janë dikon në YouTube. Po. Po në rastisht, jo rastisht, dje isha të e bo planin se çka kena me bisedu. Edhe unë e kum po video tujat. Po kur nuk unë ka shku syni me po që ki YouTube, kanal në YouTube. Po. Edhe kur hina me kontrollu YouTube-in, po shumë pegi, kishe klikime edhe në YouTube. Dhe me thonë, suksesi mirë, Alhamdulillah. edhe ke bo punë të mirë. Po a mendon që kam ri zoni jotë në për njerëzit me ndiku? Unë mendoj se po. Lodin se nuk ka sen më të mirë, për mu pasionia më e madhe është që e kum fitu dashurinë e popullit. Nuk ka sen më të mirë se më dalë dikush nullë, më të qapë, edhe më të thonë palë teje e kum mësu historinë për pilantës më dëshmorin. Më ka ndodhë, si vjetë më ka ndodhë, ishin konë 2 djemë të Belgjikës, po ato ishin konë drenasit, të lindur e të rritur në Belgjikë. Rasisht kishin orë në Shkup, ato më kishin këshirë shumë më herët, më kishin për tjelë. Ka në orë më shëtit në Shkup. Edhe unë isha të shku të në Qarqi, kur ma nërë kjerën para konve. Edhe ka dore ideali, që të konë tone. Më qafë në 2 faqët të merë në grek edhe thot palë teje e ku mësu historinë e mu i Krasniqit. A ka pasunimat madhe, si kjo. Se dikosh e reudem bejt, si po piton shumë. Ato me ndojnë, ti më kuptan mas mirin këtë punë. Puna YouTube-ës nuk është që të cilë përfitimet mdoja. Realisht mund që dite me muhabetet që i Po qa jo. Mas kamerave. Po ato kër i shojnë klikimot, menojnë që na i na po milionera. Nuk po foli për klikime, po është të më thonë për të ardhë keq, që tash s'pe tham këto me nëjë tendencë këtë fjallë, po pavarësisht aftësive tuja që i gjitë kufizume, ti mundohësh me bo diçka për shoqërinë tonë, vetë disim, me ditë njerëzit se çka ka ndodhë, historia, bollësh fakti që kur të na dalin në internet në videoja jotja na përkujton për shembull Prekazin, Adem Jasharin, Katanën e këto që kanë sakrifikuar për liri, domethënë të paktën veç me na botin i përkujtim neve është sen i madh. E lemu vazhdimisht me bo vepra, poezi, me botu libër, e ku e diçka, edhe mos me pas mbështetje as për institucioneve, po as edhe prej sponsorave. Kjo është, seriozisht, mu më çuditet që thove që krejt sene që i bën i mbulon për xhepit tonë. Edhe me ndihmën e disa shokëve që me përmene, me raste. Tregova parakesh para se më fillu, se më pyete. Është një keqardhje e madhe. Dhe un kam shok në Kosovë, ku më kam mbështet shumë. Nëse më lejon ta përmendi, po, patjetër. Është qumshtoria Drejna, ku vitin e kalum mi ka sponsoru 5 projekte. 5 projekte e rodin nuk janë pak. Ti edhin që kushton kjo punë me bo. Ç'është? Që kam dhenë mas shumë ti mund këtë punë, është që hala që 10 vjetë nuk u qunë një kompani, pa mur parasysh kosh, biznes, prej Shkupit me thonë, one ka më të mbëllu një projekt. As edhe një. Edhe pse ka pas të raste ku kom kërku, që shtojnë atë derë kom shku, për me lip mbështetje, për
kësi lloj projekte krejtë më kanë më numrin, hajtë se kena më të tirë, hajtë se kena me dhonë, pa shë zotin më asë një s'ka tirë korë. E kjo mu më dhe mas shumë ti, për këtë arsye edhe ma herët thash, ju lutna që më sa ma shumë edukat për kombin, më jo dhënë të mive. Mojë, që ka mërë edhe një sen, mu habit, qysh deri sot, dhe më thonë, s'ke pas ftesë prej asni televizionit mu konë i intervistum. Ja korreq. Dhe më thonë, është hera e parë të unë, në Alsat, jetu dalë, Po, në Shkup, intervist me bo. po, hera e parë. Mos ga bofsh edhe para 4 viteve një herë kam qenë të Nistenishi. Po, ajo nuk ka qenë ftesë direkte për gazetarëve. Po më kupton është. Po, e kuptova. E, Material ki në YouTube sa dush në për Kosovë, o vëlla. kanë thirë në intervistat. Mu kjo më dhem, pse tash në nuk jena dom. Po kupton? Po kjo më dhem, pse vendi ku jetoj. Nuk pse- vlerëson. Pse mos më mbështet vendi jem, po shembull me prit. Unë e Kosovën nuk e dojë, në Kosovën e zonë pjesë tonën. Dhe faktikisht në ashtu jemi. Po tash rrethonat politike, Serbia e këto krejt, u botë shumë. Po pse Kosova me më thirë non-stop? Lidisht ata që së më besojnë. Mundën me hi në YouTube, me shkru Borhan Bekteshi. Unë e thash, dhe me thonë, në intervista ki plot që e ka në Kosovë. Po, ti i kishe pa. Edhe seriozisht unë diva keq pa. Valloj, është Që edhe është është për të të arke. mundshme, dhe me thonë, vend jotë, mos më të vlerësu sa duhet. Nuk e di. Këto, jo që televizionët. Jo, e di shko një sente na, buran. Seriozisht, unë e kum studiu sportin. Edhe në fakultet e kena pas një lond mi trajnu fëmit me nevoja veçanta. Edhe një problematik që është, që kum has me lexu, se në njëherë do të me luftu me njerëzit që mi bind njerëzit që edhe nëse është me nevojat veçanta një person, nuk e ka trunin e blokun që s'munët me bo në ajsen ose me fol. E te na këtu ndryshon situata. Se kur ti thush dikujt është me nevojat veçanta, i menon që është i çmendur. E di më keq që e tham këtë sen. Totali blokun, po jo, është. Ai të marr vesh. Ashtu është. Mund vje keq që e tham këtë sen. Për shembull, ti thush Burhani, okay, është me nevojat veçanta, ma truni i punon. Shkruan, poet, dyn me shkrujt. Këtë problem Alodin e ka veç është një shqiptare. Po Ti çfarë po tham? nuk e di që e kisa i Në ki për tjerë në duku vite. njerë mi kalzu që nëse shet dikan me karocë të hec, nuk do me thonë që ti s'dush mi bo normal muhabet, sa i të kupton ai njeri jo. Pse me trajtu ndryshe? Po Të dëna. shoshni do të me pranu qështë të qysh është. Nuk e di, tregova, jemi portar kesh. Në vite kër e kom pa deputetin, ma të mirën që i kësin zgjet, me aftit kufizume në karot. Jam që ditë. Kur tash është edhe deputeti i ditë në karot, në Zvicër është bile pi pejës shqiptar. Po. Kjo është vend, të me thonë, kjo është një shtet që tje për kraje, edhe pse në karot. Ku pe lidhje edhe me rastin fillim të autobusit, tash më kujtu, kur më tregoj një shok. Ku ka donë një person me afsit kufizume, më tregoj ta që te jam konë, kish pas qef me hime një kafa i personi. Edhe ka dish mua afru ati i shkon me shkallë, s'ka mujt me hi. Në moment dhe e ka thirë inspeksionin, ka nërë dhe ja kam bloku kafën. Pse s'ki me ndu ti për këta? Edhe ki ka qef me hi të lokaljet. E blokun ta, edhe i than ta, kur t'ja regullojsh këti për me hi mrena në kafe, atëherë të filet lokali. Ma thonë, kjo është një popull që... Edhe pse nuk janë nështë fetar, ose s'janë musliman, ama vallaj do punë që ka i kanë, shumë atë mira se na. Me keqar dhe për thamë, na veç që imrej na ka mejtë musliman. Këshire, une po thamë edhe njerës, neve na mungon në edukata shoshni. Bra. Du të mu eduku njerë në si shoshni, po mas ne me himi ndrejt shkafet e aeroportat e shkallët e senet, se pa pas edukat zbot. Ja. Dhe me thonë, fatkeqësisht e tham, shoshnia jo më duket ma shumë se hunën e vetë shef. Ja nuk shë më da.
Unë kom pas raste me hejt pak në Amerikë, Gjermani, Zvicër, Austri. Edhe I kom pa kushte që janë. Jo, ti kushtet më se që më largeç. Vetëm ka le urën e gurit, këshela ne ka pjesë Maqedonëve si është. Edhe këto mire, ki Mjafton kjo, më larg më shka. Prej urës dhe tek ne e ki kërsh. Unë prej momentit ku dal prej shtëpisë, derisa të thema në shrej jam rrezikite. Se do të me heca ne ka hec ti me vetur. Në tretor thonë hipi. Do më thonë, kjo është gjendja jonë. Se po kthejna për temës të në temë, po... U qelë mua veti. Po ne, jo rastisht e kena podcast, po, me fol lirë. Që kjo është fatkeqësia më e madhe të në Allah. Ku unë si person me karrocin bërë dore do të me heca ne ka hec vetura. Pa shë zotin s'ka se hanë ma keqë. Ka pas raste mbi atë bardha më ka godit vetura. Edhe unë ola më pal. A karrocën faktikisht ma dëmtoj. Ku e mora atë karrocë? Shteti nuk një mund, shteti s'tjep karrocë. Shteti ta jep një karrocë me të shtime. Ku e qajon atë karrocë me të shtime? Unë si kam mundësi që mund me pagu një njëri, por me orë më shtim mu ka të kam qepone. Po elhamdulillah prej Zotit, mi ka qurë Zotit do shok, I kam familjartë, ku më rinë gati për kësi sene, gjdo vetë gati ma bin ka një karrocë të rej, elektrike, ku e shfridzoj rastin me përshëndetje edhe Habibin të më halir kasraten, I cili gjdo herë më pyet, a ki nevoj për karrocë ose për dishka tjetër. Ku tash para një mujt ma ka pru edhe një karrocë të rej. Do më thonë 300. Në Ilona e kam dhërat prej Halidit, ku më rrinë gati, do më thonë këtë sferë, gjithmonë. Edhe në këtë rast jo vetëm mu, po edhe dy shokëve tjerë ja ka pru edhe atë me ka një. Allah, nuk është kjo puna me prit vetëm për i mirësisë. Shiqër që I kemi, o Zotë, si do mas mërgatën. Zotin a I rujti shalla, kur një ditë keqe nuk e shojnë. Dhe pa mërgatën as kemi gjallë. Ama nuk është pun kjo me prit veç prej tembe. Për çka jetojnë anë këtu? Për çka paguajnë taksa? Se kuptoj që sen. Nëse ti kthehemi pak temave tona se shumë I helum emocionalisht të folën. Vallai po. Tash e ke botu librin. Po. 4 inspirimi për libër më shkruajse. Libra është një sen që e kom desht shumë me bon. Këto e kia lëdin 10 vjetë që ka kom punu. Do me thonë pim për, jo 2-3 poezit e para nuk janë. Se I kom pas me një kompjuter edhe mu ka prish kompjuteri edhe janë zhduk. E ki pim poezin e 4 derin poezin e fundit që e kom shkru të, do me thonë 10 vjetë që ka kom punu krejt që të I ki. Krejta. Këtu kri gjak dhe shmore, këtu ki lot nanav, ki lot jetimi, ki lot dgrave që kanë me dveja, ki lot babës, e gjithë shka tjetër. Është një libër që kush e ka morë, e ka gjejtë mundësien, do me thonë, për mes Facebookit, Instagramit. Po atish, I kemi lanë edhe numrat e telefonit, e ka pas raste kur më kanë thirë edhe në telefon. E më kanë uru për këtë shkrem që e kom bo. Kjo është dhërat prej Zotit, se kom shkru që kom ditone. Po Zotit ma ka dhëru. Kështu që jam I knasht që është shit mirë, po më rëndësishmi është që ju ka pëlqy njerëzve. Nuk e dis, po di shka me purë se e kam I noti me libdu vejtë. Jo. Nëse do dikush me gjithë librin, ku mund me gjithë? Sa të shtë të na mojtë kohë e mirë, jemi në qarshi për në gjamis Murat Pashës. Kështu në I librari nuk e ki, hala? Jo, hala, kom fol me disa librari, po nuk jemi dakordu. Puna e shpimit është fjala, si jemi dakordu, edhe e kemi lanë.
Po, kush do në me ble, Më thonë tash për tash je në qarshi të e shit po vetë. në qarshi jemi të e shit, për në gjaris gjamis mërat pasha, po edhe dikush shemull që s'ka mundësi për me orë në Shkopë është në Kosovë ose në Shqipni, që do në me parasit na ujna me dërgu edhe me post, për mes post sa shqyqer për zotit i kena mundësi të krejtë. Mu më thanë se diku 300 kopje i kishit, a e vërtet e? Po, 300 kopjet e para janë shit krejtë. Shkun, a? Shkun. Tash a ki bomu? Po edhe 500 tjera. Edhe 500. Edhe 500. O, mashallah. Inshallah isha të krejt, bro. Amen, inshallah. Këmë goja. Qka mas librit? Libri tjetër. A e ki nisa, jo? Po. Po. A e ki mendu në i titull në i sen? Po, titull një kom vendosë, kopertina një kina vendosë. A kalzot që është titull, ja. Se Po. kjo për shof në një dekat me dëshmorët. Ja, tjetra thirët, gjaku i dëshmorëve dhe drita e Allahut. Po pse pikërisht vesh për dëshmorët? Pse nuk shumë në herë për dashurin? Ka, më rekusht ka thonë që s'kum shkru. Po, jo, s'po thamë për ato. Po ta bësh këso dedikume një liber. Për dashnina. Po, Stuk në pi grupës. Stuk në pi grupës e thot ju ke shkru dashne, bro. ja, me shfar të ty, këtë ty t'i këmë bon këto. Jo, nuk është puna për atë se puna pak ajgare. Po, me të drejtën se para menu. Që një idej. Po, që ideja të këtë ideja i. Kur mundët e lhajtë cufi, pëse s'mundët burhan për këteshi. Po, s'ko ka kesh për mi anis, po shpresoj pse jo. Pse mësë me bëhen një roman shemëll. Po, E bojnë e ishala në mëndzotit, kena me bëhen krejt. E, në këtë librin tjetër, kom fillu, e kom shkru prej ministem, do me thonë prej fshatit ku kom lindë, më fshatit Tanush. Sfidat e luftës që e kena përjetu, do me thonë udhimi prej Tanushës, më fshatin Bitin, ku kemi qëndru, në qytetin e Vitins, më palni, në qytetin e Vitins ku kemi qëndru refugjatat atë, përjetimet atje që i kemi bo, pastaj rikëthimi në Shkop, sprovaja me mjekun, do me thonë edhe arsia pse jam në karrocë invalidore, ku ma kam nëzjerë polcën korrizore, mjeku Macedon, në kohë luftës. që ka të ka bo mjeku? Ti him pak qëtu se unë këta ose pas në ditë. Që ka bo? Ajo ka qenë unë kom pas temperaturë të madhe në natë. Do me thonë, në fillim të luftës, dhime e njësht. Edhe baba, normal se çdo prente, ka deshë më në spital. Po, Po kohë e luftës atër që kur jam futat të ndomë, prindin të me kanë zirë jashtë, mu më ka ndalë vetë ndomë. Edhe ai mjeku Macedon, ma ka hikë porcën korrizore. Se unë dejnë 13 vjetë ku me hejtë. Po pastaj prej Pse më atë ka ta hek? fillu gradualisht, do me thonë ajo të bat efektin e vetë. Po, elhamdulillah që, po pse ta ka hek, pse? po tash, pse jam shqiptar, Do me thonë kjo ka pos tendencë, me qëllim. po normal me qëllim, a jo veç mu. Se pastaj ne kemi kërku këtë mjek, po s'kemi mujt me djetë. Se u zhduk dikon. A i shumë e njerit ja kish pas bo këtë sen, që ma ka bo mu. Jo vetëm mu. Më thonë, kam rast se ku shumë njerit ja ka bo këtë sen, jo veç mu. Veç pse jam shqiptar. Ko të shkam kalzo. Edhe kjo është. Se hina me tregu për libin e dëllëm që tërtejmë. Jo be, s'ka lidhe e muhabetit lidhen, po në seriozisht tash më plas ka zemra, për mrejna, se Plas, s'kena që ka bojna. Po, e lam dhe latë që s'ka mujt, ka zat. po, që që kena. S'ka mujt me arrit qëllimin tem, që faktikisht a i nështë më ka dëmtu, më ka rrotu, më ka lanë. Po mu zoti më ka ngrit shumë më naltë. Dhe me thonë se të janë, nështë 7 milion shqiptarës, po gëzoj me thonë që më dojnë e më respektojnë. Po një 2 milion nështë a janë. A me ndonë që nëse s'ishe ka në karotës kishe pas suksese ma shumë. Vallaj, ma mërmenja. Po, Zbesoj. Kur jam kom pa ubëzu, do me thonë, vajta isha, ka isha, pse jam ka rotë. Pse s'po muj me hejtë si krejtë.
Po me kalimin e kohës, do më thonë kur o Zotit ta shkel zemrën dhe ato zanë. Pasha Zotin, a beson Arlodin që kur njët ma asë që e menoj këtë sen. Asë që më shkon men që jam kulit bile. Po, Jo, vëllaj. Po për çka? Çka ki ti ma shumë se une? Psen? kur gjojq. Jo tibe. Ma Edhe e thellë ka- që ki laf që thove. Qish? E thellë që ki laf që e thove. Unë jo Për tham ato shumë, se unë e kam që shumë. kujtojt. Mirë Unë- që e analizojnë, unë vështë për du mu lidhë me një shkrim qëto. Haj. E këshim bu një debat, e këshim bu një video. Çka është e ytja? A e thot, kam kerë, kam shpi, luks të kaldru. Edhe a i nalët thot, që po ta heki, thot, keri nuk o joti. Shpia nuk o jotja. Luksi nuk o joti. Dikush ti ka qu, thot ato. Edhe gjinarët thot, okej, thot, po kam sy, kam goj, kam vesh. Thot, syt nuk janë tujat. Goja nuk o jotja. Vesh nuk janë tujat. Krahat nuk janë tujat. Komp nuk janë tujat. Thot, kitë dikush ti ka dhonë këto. Thot edhe munat me ti marë. Po, valla. Kur dënej, Dhe me thonë, në këtë jetë, tonat nuk ka kur gjo. sen heq. Dhe me thonë, i morna për koj, shfrytëzojna edhe i kthejna. Bravo. Që kjo është? Kjo është. Kush e kupton? Po i shoh disa mbillën shpe, i vje marrë medalë. Por çka marrë? Çka më intereson mua? A ka dhe Zoti më konon çto? Po, u kri kjo mohabet. Pse marrë mu medalë në karrot? E di që ka problemi, unë e thash edhe njerës, kove të fundit të në është po pak si tem buj kjo punë e bullizimit. Po, bullëzimin amiti. Edhe mendoj që shumë dëm është të bo në këtë aspekt. Për Po shembull, i, ti e ki mendjen e fort, të shëndeshme edhe nuk he mu mbyll në atë ka fazën e bullizimit që kur dikush të thot a ti me karot, a ti s'punesh me bo, me nevojat veçanta, nuk e ki atë kufizimin mu mshel në veti edhe mi thonë vetit, a s'muj me bo, një më unë jam qishtu, edhe me him në situatat këqia. Ti ki kalu këtë pjesë, ama nuk do me thonë se si njëri mundet me kalu. Ndikohet njëri. Ka E di. plot persona që në ati pa rastet. po. Në ati pa rastet. Dhe me thonë, shumë është bo problem kjo puna e bullizimit. Tash ne nuk i diun çka duhet me bo, a duhet organet kompetente më marrë me këtë pjesë që me ndalu këtë llojin e bullizimit se Na, seriozisht mu shka të ndodh situatat e fundit nuk janë senet mira. na do të më mërë s'pari herë me vetë vetën. Pika porë. Se shembullon e ti sa dush që të bërtasë. Ti kur e kia të menën tonë shembull të keqe, sën të noli une. Po ta tregoj një rast. Unë tregova, nga rroth po elhamdulillah prej Zotit, me mene e me trup krejt i këfelt. Shqyr, në A persona beson që- për deri sa i ki shrujt librin një dekat me dëshmorët. Ka pas njerëz, pikërisht që ato që më kanë thonë që si fjallë, po unë e s'kom mujt me i pa kur kanë ma larkë se mbit pazara. Që ata persona. Kurse unë, elhamdulillah, kjo është prapë meritë e Zotit. Zoti ma ka mundësu që me shku në Gjermani para një audiencës të madhe, do me thonë, dej 1300-400 shqiptarë janë kanë, që janë nalëm kanë ngu më vëmendje. Ka pas rasti tjetër ku u konë, Halil Kathrati prapë ma ka bo ftesën për me shku në Vjenë, në Austri për me majtë tubimin me mbledh pare për jetimat e Ballkanit. Për një orë e gjitha Aulodini kemi mbledh 85.000 euro. Nuk është kjo veç hajtë. Nuk është rastësi. Nuk është rasti kjo. Do me thonë, elhamdulillah që më ka zgjedhur Zoti mu, për me shku. Nashta, ato dhe 85.000 euro dhe pa mu ishin bedon. Se ati dirë që shumica ka arë për Halil Kathratin. Po dikush shembull kur e ka pa reklamën ka thonë, au ka edhe Borani, hajtë po shkoj për Boranin. Po dhe po. Apo kupton? Do me thonë se cili ka shku për atë vetin. E nashta qaj që ka orë për mua, tash nuk pëtham, nashta jam gabim. Po në qaj që ka orë për mua, nashta e qaj kalon
5.000 euro, 10.000 euro, se ati ka pas rast ku edhe e publikun, nuk e përmeni emrin, ku veç njoni i lan 25.000 euro. Veç një shqiptar. 25.000 euro. Bajge. Unë seriozisht më dije mirë që ki kështu vetë besim, edhe kisha pas shef krejt me pas vetë besimin tanë, shokët e tu, që po thu që ndikohen për lafave. Kisha pas shef shumë e pas vetë Wallahi besimin tanë. ju kom thonë Edhe që atëherë kanë me kuptu edhe ato që qish është mu thypi asaj barierës që të ngushtohet gjyksi, zemra, zi shka ban, s'munësh me dalë rahat, të pengojnë njerëzit, e kam fjallin të pengojnë në atë aspekt po. që nënçmojnë. Po të kuptoj. Edhe pse jo me pas edhe tjerëve që kanë ndikim, edhe nëse janë me nevojat të veçanta, me pas ndikim shoqëri. Edhe ju bëj thirrje krejt atëve që ndikojnë për këtyre fjalëve. Mos i ngani pas Zotin, vazhdoni jetën e ju. Mos bëni ankth, mos bëni stres për këtë punë. Se vallahi s'keni më apo hajrin, veç keni më apo sherrin, vazhdoni jetën. Mos e ngani kërkan. Se pasha Zotin e madh. Mi pas nguën e çata njerëz që më kanë folë çështo, kur e për jetë sot çto nuk esha. Kur heq. Po. Që thojnë kolegat që let një be. Burhan, unë të falenderoj shumë që kjeve pjesë se podcastit Lamba Laudinit. Seriozisht, kom pas shumë pyetje këtu, po kom dal komplet për sistemit pyetjeve, kom bo muhabet bash sin ma hall me bo. Faleminderit e për te shumë. Edhe ka shku koha hiç pa e marrë vesh. Valloj, më përvejtit asë që, po të kaldoj asë që i kom pa kamerat e këta, bashkë me nuk që jena të volë kështu. Do me thonë, nuk kanë njëni prej emisionët që jam një mas lire, edhe shumë mirë, që shqer prej Zotit dikujt ju kujtun prej shkupët që më na i bon i ftesë e mëra promovu. Inshallah kanë mund mësem tash edhe tjetë prej teje, inshallah vazhdojnë vesh për të mirë. Inshallah, pse jo. Faleminderit edhe njerë. Derën hap të ki sarë që të ki shef. Faleminderit shumë. Jo vesh ty, po ketë ato që kanë me thonë, diçka mujnë të lampa me orë dhe me thonë. Ti lampën se shkim. Ja, heq. Kurse jo shiku së ndërruar, faleminderit shumë për durimin e që na shiku deri këtu, neve s'tamit sen tjetër me thonë për post që të shihemi javën e radhës, me misafir të ndryshëm e deri atëherë mirë mbetshi e kalofshi sa më mirë. Natën e mirë, bofshi.